Do të vijeme të tjera materialet të nderuar teleshikues, do të shkojmë në Bllath, aty ku ndodhet gazetari Neki Feta dhe ku është bërë devijimi i kamionëve të cilët ishin të bllokuar si pasojë e shëmbjes rrugës në aksin Librazh-Prenjas. Neki, të përshëndes. Atëherë, si paraqitet situata sot, si në pikën doganore, ashtu edhe me lëvizjen e kamionëve të cilët prej më se 5 ditësh qëndruan të bllokuar? Po atëherë, devijimi i trafikut për shkak të ndërprerjes së rrugës që lidh Tiranën me Juglindjen ka bërë që të gjithë kamionët mjetet e rënda t'i drejtohen drejt Maqedonisë pas një marrëveshje mes dy shteteve dhe kamionët kanë hyrë në pikën kufitare të Qaftanës duke ju drejtuar Bllathës e më pas në rrugën e Arbrit drejt Tiranës dhe Durrësit ku ato kanë destinacionet e tyre. Si paraqitet trafiku, besoj se është goxha i lartë fluksi i tyre, apo jo? Po, atëherë ka patur një fluks të shtuar, rrjeshti i kamionëve ka kaluar mbi 4 kilometra duke nisur nga Dibra e Madhe deri në doganën shqiptare të Bllathës. Kjo edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve të doganës Bllathës, për shkak të mungesës së një terminali, një korsie për parkimin e kamionëve dhe procedurave doganore. Deri tani kjo dogan ka qenë një pikë kalimi kufitar e vogël, por pas hapjes rrugës Arbrit kjo ka marrë një vëmendje të shtuar dhe është parë si mundësia më e mirë për të udhëtuar shtetasit e Maqedonisë Veriut drejt Tiranës për shkak se gjatësia nga Shkupi, distanca nga Shkupi drejt Tiranës është vetëm 212 km ose rreth 85 km më pak se sa nga Qaftana drejt Tiranës. Si pasojë e këtyre lëvizjeve është shtuar ndjeshëm numri i udhëtarëve, numri i mjeteve dhe kërkon urgjentisht ndërhyrjen për hapjen e kapaciteteve doganore, terminalit doganor dhe shtimit të sportivit. Dhe veçanërisht në këto ditë që jemi në gjendje emergjence për shkak të bllokimit të rrugës Librazh-Prenjas do vijojë edhe devijimi i kamionëve, sepse nuk janë vetëm këta kamion që do kalojnë, por edhe në ditët në vijim do të shtohet fluksi, sikurse edhe fluksi i udhëtarëve që udhtojnë për arsye të ndryshme. Po, atëherë përveç trafikut të përditshëm që kjo dogan merr, ditët e fundit janë shtuar edhe kamionët, janë kamionët që kishin ngelur në Qaftan, janë kamionët që vinë çdo ditë nga Greqia, Bullgaria dhe Turqia drejt Shqipërisë. I gjithë ky trafik i mjeteve të rënda është drejtuar drejt doganës Bllathës dhe normalisht që duhen shtuar kapacitetet si ato njerëzore dhe ato fizike të doganës. Sot në doganën e Bllathës ishte drejtori i përgjithshëm i doganave, i cili tha se kanë tërhequr nga dogana e Qaftanës staf doganor dhe kanë sjellë në mbështetje të stafit të doganës Bllathës, janë tërhequr nga Tirana punonjës antikontrabandës për vijuar me procesin me kontrollet e tyre, për të përshpejtuar pra procedurat. Edhe nga policia e shtetit kanë nisur procedurat për shtimin e kontrollorëve dhe pikave të kontrollit. E qartë.